në fakt, kritikët e kësaj drejtësie algoritmike argumentojnë se pavarësisht se po vihet në pyetje funksioni jurist, i gjyqtarit dhe i prokurorit, në përpjekje për të zëvendësuar nga kjo lloj drejtësie, në fakt njeriu është i pazëvendësueshëm sado që të përpiqen dhe sado që të kemi ne si shoqëri njerëzore tendencën për ta shfrytzuar zhvillimin e teknologjisë së informacionit. Në këtë kuptim ju them se asgjë e paracaktuar nga ky sistem në dukje i drejtë dhe në dukje algoritmik nuk vendoset dot pa parapërgatitjen e njeriut. Ndaj, është e rrem ideja se tenderat publik po zhvillohen mbi bazën e një drejtësie e cila garanton maksimumin e vlerësimit, garanton ofertën më të ulët etj etj. Domethënë, këtu është një manipulim që i bëhet sipas rastit këtij sistemi të tenderave dhe të vërtetat dalin sepse në fund të fundit edhe spaku vet nuk i referohet për hir të vërtetës kësaj teknike hetimore sipas të cilës ne të ndjekim vetëm dokumentacionin, por shkohet përtej dhe unë mendoj që SPAK në këtë rast ka arritur që ta dekriptoj, ta demontoj dhe të shikojmë që në fund të fundit ta njerëz të dalin para drejtësisë dhe të mbajnë përgjegjësi. Qartë. Mirë, profesor, një tjetër çështje ku Partia Demokratike ditën e sotme ka organizuar një protestë kombëtare duke i quajtur si një hap kyçfra për të përballur qeverinë dhe për të kërkuar ndryshime politike radikale në vendin tonë. Pyetja nëse a mundet që një protestë e tillë tashmë të shndrohet në një pikë these në strategjinë e opozitës pra e cila është ndërtuar apo është vetëm një tubim simbolik? Po shiko, në çdo vend normal, opozita do ta kishte një kazus në dorën e saj, reagimin e drejt për drejt lidhur me një çështje kaq madhore. Ju kujtoj këtu që vet ish opozita e Partisë Socialiste në raste të ngjashme ka shfrytzuar në mënyrë maksimale momente të tilla të korrupsionit të hapur të ish numri 2 të qeverisë së asaj kohe që pretendohej që ai kishte marrë para. Po flasim këtu për vitin 2011, kur opozita e shfrytëzoi në këtë mënyrë. Dhe çdo opozitë në botë të njëjtën gjë do të bëjë, dhe unë mendoj që Partia Demokratike e ka detyrim përcaktim. Përgjigjen ndaj këtij momenti kyç të jetës politike në vend. Vijimësia e protestave të saj dhe format e pandërprera të protestave duhet të jenë motoja politike nëse ajo kërkon të bëhet vërtet mbrojtëse e interesave të qytetarëve shqiptar. Ne nuk i kemi, pra si shoqëri, kështu funksionon kjo punë. Nuk mund të pretendojmë që të vi dikush tjetër nga jashtë dhe të na përfaqësojë interesin publik. Opozita e ka detyrim caktim mbrojtjen e interesit publik. Dhe në këtë rastin konkret, Partia Demokratike është partia më e madhe opozitare që ka detyrën që të mbrojë këtë interes. Nëse ajo nuk e bën, do të thotë që nuk përfaqëson interesin publik. Qartë. Dhe do të ishte e përkundërta, do të ishte po them unë nuk e di, domethënë të rikthehemi në diktaturë. Të rikthehemi në diktaturë është një moment të cilin opozita duhet jo vetëm ta shfrytëzojë për interesa personale, por që ti shërbej shtetit dhe shoqërisë shqiptare. Vetëm në këtë mënyrë ne do të mund të vendosim para përgjegjësisë politike kryeministrin dhe qeverinë dhe do duhet që dikush të mbajë përgjegjësi për këtë. Unë mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm dhe opozita ka detyrën ta realizojë këtë funksion për cilin është mandatuar me gjithë problemet që mund kishin zgjedhjet dhe kanë raportet e tregojnë etj, por në fund të fundit rezultati është kjo, që Partia Demokratike është shumicë në opozitë.
Atëherë le t'i përfaqësoj këta njerëz dhe të jetë në nivelin dhe në lartësinë e kërkesës qytetare për një shoqëri demokratike. Nëse nuk e bën, është faji i saj. Qartë, profesor, mendoni se tashmë ka një përçarje brenda Partisë Demokratike duke pasur parasysh këtu edhe lëvizjen e fundit e bërë kjo nga Ervin Saliani? Po shiko, nuk e mendoj, sepse lëvizje të tilla gjithmonë do ketë edhe shumë mirë që ka. Në fund të fundit, zoti Saliani me gjithë kontradiktat dhe idetë ndryshme që ka, në fund të fundit unë nuk e kam parë që ai deri tani të paktën të dalë kundër Partisë Demokratike. Ai ka postuar, me sa e kam ndjekur, thirrje për protestën e sotme. Domethënë ai është pjesë e Partisë Demokratike, siç e shikon ai veten, përpiqet që të jetë aktiv dhe unë nuk mendoj që zoti Saliani do të ketë kaq po them mungesë koherence ndaj vetes tij sa të shkojë deri në pikën kur të përçajë edhe një herë Partinë Demokratike. Domethënë gjithçka mund të ndodhë, por me sa e shikoj nga jashtë, nga po them nga një kënd tjetër vështrimi, mendoj që ata të gjithë po koordinohen në drejtim të luftës ndaj qeverisë dhe unë kështu dua ta interpretoj me gjithë po them iniciativat e brendshme që ai ka ndërmarrë, shumë mirë që i ka ndërmarrë, në fundit brenda dialektikës politike të një partie të madhe si Partia Demokratike, to duhet të jenë procese normale, sigurisht duhet të jenë statutore dhe duhet të jenë në përputhje me kushtetutën partijake. Ndryshe, domethënë, kthehen në të kundërt, dhe unë me sa shoh deri tani nuk kemi një përçarje të tillë, por kemi mënyra të ndryshme kuptimi të aksionit opozitar. Dhe për hir të vërtetës, fakti që ne erdhëm tek një protest, idetë e zotit Saliani po zhvillohen në mënyrë praktike dhe besoj që do të jenë së bashku sot përpara kryeministrisë. E qartë, mirë profesor, për ta mbyllur pyetja e fundit, nga ana tjetër Adriatil Lapaj po proteston vazhdimisht përpara kryeministrisë dhe nga ana tjetër është proceduar penalisht pa u tërhequr kështu nga kauza e tij. Apo shndrohet tashmë Lapaj në simbol të revoltës qytetare kundër sistemit apo mbetet një figurë proteste i cili nuk ka edhe një peshë të madhe politike? Zoti Lapaj duhet të respektuar për mënyrën me të cilën ai ka rezistuar në gjithë këtë kohë dhe po them meriton respekt maksimal nga çdo qytetar shqiptar, pavarësisht bindjes politike, sepse ai në fund të fundit po bën atë çfarë një njeri vetëm ka mundësi në dorë ose ka në dorë të zhvillojë. Këtë gjë mund ta bëj kushdo qytetar, unë, ju, çdo kush që na ndjek nga ky emision mund ta zhvillojë një protestë të tillë që nuk bie dakord me mënyrën me të cilën qeverisja po realizohet në vend. Dhe ai duhet respektuar. Por dhe zoti Lapaj sidomos për qëndrueshmërinë dhe mungesën e ndërprerjes së protestës tij meriton shumë fish respekt. Por zoti Lapaj në nivelin e mbështetjes elektorale është një parti e vogël dhe mendoj që të gjitha partitë, përfshirë dhe zotin Lapaj, duhet të organizohen në një front të gjerë opozitar, që energjitë opozitare të mos fragmentarizohen, por të bëhen që të gjithë bashkë, duke ruajtur secili identitetin e tij politik, sepse unë nuk jam për këtë shkrirjen e koloritit opozitar, secili duhet ta ruajë identitetin e tij politik në opozit dhe të bëhen të gjithë bashku për një po them një opozit reale në vend. Zoti Lapaj fatkeqësisht nuk e ka mbështetjen aq të madhe, e ka një mbështetje të vogël, kështu që atë mbështetje ai po e maksimalizon dhe respekt për të, por është detyrë e Partisë Demokratike në vetë të parë që të udhëheq opozitën dhe opozitarizmin në tërësi dhe për t'ju dhënë të gjitha palëve në opozit frymaren, oksigjenin e duhur që secili ta ruajë identitetin dhe të jenë bashkë në një përballje me qeverisjen dhe në fund për ta bërë demokracinë shqiptare funksionale, sepse unë shqetësimin kryesor si qytetar dhe si intelektual kam rënimin e demokracisë. Sot shoqëria shqiptare është unilaterale, është një shoqëri që nuk ka vetëm një pushtet dhe është pushteti i njeriut vetëm dhe kjo nuk i vlen shoqërisë shqiptare. Ne vim nga një diktaturë e errët, nga një histori
shumë e vështirë e këtij populli, ndaj do duhet ta bëjmë demokracinë reale të vërtet që të mund t'ja shijojmë më pas frytet këtij sistemi politik. Qartë. Mirë, profesor, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime, faleminderit shumë. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të këtij emisioni. Do bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam ditën e sotme. U ndalëm tek disa nga çështjet më të nxehta të politikës dhe jetës publike në Shqipëri dhe më gjërë. Filluam me përplasjen Rama Spaku, diskutimin mbi imunitetin e deputetes Belinda Balluku, ngre kështu edhe pikpyetje për ndarjen e pushteteve dhe peshën e ligjit në vend. Më pas analizuam situatën brenda Partisë Demokratike dhe lëvizjen e Ervin Selianit, që tregon edhe tensionet, ndoshta edhe sfidat e brendshme pra brenda Partisë Demokratike. Nuk mund të lëmë edhe pa përmendur edhe protestën e Adriatic Klapaj dhe Lëvizjen Shqipëria Bëhet, e cila po ringjall debate për rolin e qytetarëve aktiv dhe presionin mbi qeverinë. Dhe u ndalëm tek plani ndërkombëtar, folëm mbi thirrjen e Zelenskit për një rreth të ri konsultimesh europiane, duke theksuar këtu sfidat e Ukrainës përballë agresionit rus dhe ndikimin e tij në diplomacinë globale. Me kaq po mbyllim ditën e sotme, bashkë shihemi sërish nesër.